Përshëndetje miq, mirë se riktheni te Olti Curri TV në YouTube. E keqa, qeverisë shqiptare mund t'i vi nga Hollywoodi. Po. Edhe pse hidhen miliona euro për propagandë ndërkombëtare nga qeveria aktuale, edhe pse për të mirëmbajtur faqen e kryeministrisë, ambasadave dhe ministrive shpenzohet 1 milion euro në vit, pra që imazhi i Shqipërisë jashtë sidomos të jetë i kulluar, kësaj radhe e keqa po na vjen nga Hollywoodi dhe pikërisht nga Russell Crowe, ai që interpretoi filmin e madhërisëm Gladiatori. Russell Crowe po i nxjerr të palarat korrupsionin në Shqipëri dhe filmin e ardhshëm me titullin Strip do e bëj të bazuar tek mafia shqiptare, tek pastrimi i parave, pra do na nxjihet fytyra, nuk e di se si do trokasim në Amerikë, apo mos ikim fare. Nëse për këtë do flasim sot, sigla. Okej, pra, pikërisht për këtë do të flasim sot. Korrupsioni në Shqipëri po e detyron Hollywoodin dhe aktorin e Gladiatorit, Russell Crowe, një film i jashtëzakonshëm. Besoj se të gjithë e kujtoni momentet e tij me gruan, me fëmijën, atë fushën me bar të xhiruar në Toskana. Russell Crowe në Hollywood kanë vendosur që t'ja nxjinë fytyrën Shqipërisë, të bëjnë një film të bazuar në një libër me titullin Strip dhe është pikërisht një aktor aty me 2 çmime Oscar që do interpretojë një shqiptar me mbiemrin Kapaku. S'kisha dëgjuar ndonjëherë mbiemër Kapaku. E kërkova në Instagram, nuk më doli askush me mbiemrin Kapaku. Kërkova edhe në Google, kërkova edhe në Facebook. Ndoshta jam unë i limituar dhe ju njihni dikë që ka mbiemrin Kapaku, apo është familja Kapaku, apo nuk e di, me këtë mbiemër s'më doli. E vërteta është që në librin Strip është Manco Kapaku, personazhi kryesor shqiptar i korruptuar në Amerikë që merret me mafje dhe pastron parat. Frymëzuar nga ky roman, pak a shumë i suksesshëm, nuk ja kisha dëgjuar krismën deri tani, nuk është përkthyer në shqip dhe nuk është përhapur, por mbështetur tek ky roman do të bëhet film i ardhshëm. Interpreton jo më pak se sa 2 herë fituesi i çmimit Oscar Russell Crowe. Është lodhur Rama, është lodhur qeveria, janë lodhur ministritë e jashtme, ambasadorët për reklam të mirë Shqipërisë, por vjen një cop Hollywoodi dhe na prish punë. Marco Kapaku është shqiptari që do të na hap punë dhe me namin e keq të Shqipërisë në mbar botën. Siç thash, nga një portal politico.al thuhet se qeveria shpenzon $30 milion në vit për propagandën, ndërkohë që po t'i referohemi shifrave të tjera, pa për mirëmbajtjen e imazhit të kryeministrisë apo dhe të ministrive, kjo online me faqet e tyre, por njëkohësisht dhe ambasadave dhe ministrisë së jashtme sidomos, pra për dukjen e imazhit të Shqipërisë jashtë, shpenzohet vetëm mirëmbajtje rrjeti online, faqe Facebooku, faqe webi, faqe Instagrami e gjithçka tjetër, €1 milion. Filmi do të flasë për pastrimin e lekëve nga shqiptarët, që tashmë shkon larg deri në Hollywood. Aktori legjendar në rolin kryesor. Pastrimi i lekëve është kthyer në një punë me kohë të plotë në Shqipëri. Flitet në media tona, flitet në kronik, në televizione dhe në portale dhe në media pro se kundër, nga të katër anët rrjedhin lajme për sa i përket pastrimit të parave. Por tashmë një pjesë e madhe e diskutimeve, sa herë që flitet, madje sidomos për real estates, apo çfarë do lloj biznesi, të gjithë mendojnë me vete dhe na është bërë si psikos që mos është pastrim parash. Ne menduam se kjo është vetëm çështje lokale, çështje në Shqipëri, por jo, duket se zhurma ka arritur, fol, deri në Hollywood, saqë projekti më i afërt i Hollywoodit, që do të ketë bazën tek një historik ku përfshihen dhe kryesor janë shqiptarët, pikërisht Manco Kapaku, një biznesmen që merret me punë të pista dhe pastron parat, është pikërisht historia e pastrimit të parave. Duke qenë se filmi interpretohet nga Russell Crowe, kam përshtypjen se ky film do të ketë shumë vëmendje nga mediat amerikane. Do të shihet në kinema, mund të shpërndahet në platforma të ngjashme Netflix ose vetë në Netflix, me pak fjalë. Pas një vit e gjysmë kur gjithçka të jetë gati, kam përshtypjen se sërish ne do të rrim me kokë ulur nga propaganda e Hollywoodit kundër Shqipërisë. Do thoni ju fajin e ka vetja, fajin ndoshta e ka edhe qeveria që nuk kontrollon dhe nuk bën punën e duhur ndaj pastrimit të parave dhe kundër pastrimit parave. Por e vërteta është që në një intervistë të fundit me Joe Rogan, aktori Russell Crowe, duke folur për filmat e fundit, ai pyetur çfarë duke xhiruar dhe çfarë pritet që të dalin së shpejti,
Ai ka qenë shumë entuziast dhe ka thënë, "Hey, unë do luaj rolin e një shqiptari i cili pastron parat." Ne na duket gjë normale. Ne gjithë tavolina kemi thënë me njëri tjetrin, "Ore, si pastrojnë parat, kishin pastrojnë parat, se thuat që fitoj pastrim." Edhe pse parat ndoshta nuk futen lavatriçe apo çojnë pastrim kimik. Por, nëse për ne është diçka normale, Russell Crowe ka qenë wow, si një fëmijë i lumtur. Ai ka luajtur gjithçka në kinema, po kësaj radhe është eksituar sepse thotë që do të jenë një shqiptar mafios që jeton dhe punon në Amerikë dhe pastron para. Projekti filmik quhet Strip me personazh kryesor mafiozin shqiptar Manco Capacu. Mirë Capacu se kishim dëgjuar ndonjëherë, po dhe emri Manco se kishim dëgjuar asnjëherë dhe pritet që ky film të marrë vëmendjen e amerikanëve. Ky lajm pra lidhet me këtë projekt filmik. Russell Crowe ka zgjedhur të jetë një mafios shqiptar. I ka provuar të gjitha gjërat, por të jetë një shqiptar në kinema, ai s'ka ka provuar asnjëherë dhe duket se pikërisht për këtë në podcastin ku ai foli ishte shumë entuziast. Filmi, siç thash, quhet Strip dhe është bazuar në romanin Strip. Është një roman i publikuar në vitin 2010 i shkrimtarit amerikan Thomas Perry. Në këtë roman, Manco Capac është një emigrant shqiptar që jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe drejton një klub striptizmi pra në Los Angeles. I dini ato klubet e natës ku femrat zhvishen dhe janë pothuajse nudo dhe meshkujt shkojnë dhe vendosin para tek breçkat e tyre, për ato që i kanë breçkat, për ato që si kanë i vendosin në vende të tjera. Pra është Manco Capacu, shqiptari amerikan i cili në Shtetet Bashkuara pikërisht në Los Angeles drejton këtë aktivitet i cili është përfshirë njëkohësisht në aktivitete të dyshimta financiare. Ai bëhet shënjestër për një grabitje që përfshin njerëz nga karteli i drogës dhe personazhe të ndryshëm nga jeta e nëndeshme amerikane. Pra ai është në punën e tij, drejton një striptease në Los Angeles, një punë nuk është si të punosh në bank apo të punosh në mësues apo pedagog në universitet, sidoqoftë ai merret me striptease, por nga ana tjetër biznesi i tij sulmohet nga njerëz të mafias. Ktu pikërisht del në pas se çfarë në të vërtetë bën Manco Capacu. Në intervistën me Joe Rogan, Russell Crowe tha dhe sepse është një projekt i ri që ka përfunduar pothuajse dhe është në fazën e montazhit dhe filmi ku ai do të luajë rolin e një shqiptari, është një film i cili ka eksituar shumë. Ai thotë është një histori e çmendur dhe argëtuese që lidhet me pastrimin e parave. Me sa duket nami i korrupsionit Made in Albania ka të kaluar oqeanin e Amerikës dhe i duket egzotike amerikanëve për të luajtur filma të bazuara në histori dhe situata tipike nga lajmet e kronikave shqiptare që përfshin mafjen, korrupsionin dhe paratë e pista. Libri Strip i Thomas Perryt ka dalë në 2010. Autori është Thomas Perry dhe ka fituar çmime për sa i përket romaneve kriminale. Një pronar shqiptar i një klubi nate, për këtë flet filmin Strip, bëhet shënjestër e një bande që grabit. Grabitja shkon keq dhe lufta për hakmarrje dhe pastrim parash çon në një seri ngjarjesh të dhunshme, por edhe me humor të errët dhe kthesa ironike. Konteksti kulturor është rasti i parë në Hollywood që një aktor me peshë, një aktor që ka fituar 2 herë çmimin Oscar, një personalitet në fushën e kinemas, njëri që mbush kinemat me emrin e tij mjafton që të shkruhet në posterin e filmit, si Russell Crowe, të luajë rolin e një shqiptari. Kësaj radhe, shqiptari do jetë në një rol kryesor në një film me temë pastrimin e parave. Edhe pse personazhi është fiktiv, fakti që shqiptarët do bëhen pjesë e narrativave ndërkombëtare në filma të mëdhenj tregon se imazhi i tyre, qoftë në mënyrë negative, edhe pse të lidhura me korrupsionin dhe krimin, po hyn në kulturën pop perëndimore. Sa mirë do na bëj kjo apo sa keq, nuk e di, por ne dim të themi që shumë shpejt Shqipëria do përmendet fort në mediat amerikane dhe ato botërore.